krahasojmë çmimet e supermarketit të Anglisë me të Greqisë, edhe të më thoni juve se ku duket më lirë, edhe ku duket më shtrenjtë. Do t'u tregoj tani se çfarë bleva. Okej, këtu janë këto kuluri që quhet. Pa, sa më mungojnë këto. Edhe ca byrekra që bleva. Dhe 3 byrekra me djath. Se dajnë po të mos hamle në Greqi byrekra me djath. Dale. Do të tregoj në fund se sa pagova. Buk për tost. Kështu si e thon këtë? Himo, po më shkon Katerina. Lëng pijesh, lëng frutash. Kefir, që e marrë edhe në Angli. 2 pasta dhëmbësh, të cilat ande jam duke kanë më të shtrenjta se këtu. Qumësht. Tortille. 1 qumësht me kakao. Këtu janë shumë të shishëm. Shureki, kjo buka e ëmbël që është shumë e mirë. Që më pëlqen. 1-2 karota. 1-2 banane. Mora djath edhe gallopula si është në atë tani. Ai nuk e di tani do më thoni juve. Salam nejse, hajde. Edhe limonën. Tani për të gjitha këto sa mendoni që pagova aty në Greqi, do t'ua them në fakt, edhe sa do pagoja në Angli. Pagova 43,38 euro, që kështu nuk janë edhe keq në fakt, i mbaja më të shtrenjtë, po dhe ende në Angli janë shtrejtësuar, do më thoni juve në kjo se janë okej për këto gjëra që mora këto çmime.